Edhe me faktin që jemi në stinën e verës dhe shumë njerëz, kjo lidhet edhe me ato që janë lodh, nuk e kanë pa me alternativë më të mirë që të kalojnë një vikend diku me familjen, se sa të dalin në një proces i cili tek më fundit, ata janë bindun që nuk qanë gjekundi, sepse njerëzit i kanë provu, kanë dalë edhe në zgjedhjet e shkurtit të vitit 2025 edhe të dhjetorit dhe kanë pa që vota atyre nuk po ka pesh, që partitë politike apet nuk po gjejnë një mirë kuptim ndërmjet veti dhe se çka është rëndësia e kësaj vote kur ne dalim, harxojmë një pjesë të kohës tonë, votojmë dhe në fundit këto zgjedhje nuk prodhojnë zgjidhje për asgjë. Pra, sa më shumë që të përsëritet procesi, aq më shumë bie besimi dhe nëse mendohet ose nëse vje puna që të shkojmë prapë zgjedhjet, prapë do të ketë dalje edhe më të vogël, sepse njerëzit fillojnë me humb besimin në institutin e zgjedhjeve dhe me nuk i shohin zgjedhjet si zgjidhje për problemet e tyre, por thjesht si një mekanizëm të diktuar nga partitë pa përgjegjshme politike. E qartë. Zotri Xhinali, fillojmë dhe i analizojmë pak edhe rezultatet